Përshëndetje miq, mirë se erdhët të podcastin tonë të radhës në këtë të mërkur. Jemi në Black Economy Podcast dhe sot të ftuar kemi një supermarse e cila është e nominuar në 40 në edicionin tonë të 5. Unë për të marrë rasti që ftoj të nominoni një supermarket të suksesshëm në 40 vjet Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut në website-in tonë blackeconomy.ar. Po kush është aktora jona? Ai quhet Cindy Dervishi dhe ka një ndërthurje ndërmjet teknologjisht, impaktit social edhe shëndeti publik. Themeluese Dr. Lu. Cindy, shumë faleminderit që na bashkove sot. Faleminderit për ftesën. Unë jam Cindy Dervishi, me profesion specialiste në shëndetit publik, supermarse e Dr. Luk, si dhe konsulente në fushën e shërbimeve shëndetësore. Shumë gjëra interesante në një shport të vetë dhe kur bëhet fjalë për mjekësi, ne kemi shumë vështirë të kuptojmë. Kështu që marrin të mirë që çfarë do lloj gjëje që na thuat. Si nisi Dr. Luksin? Në fakt ka qenë një periudhë shumë interesante gjatë Covidit. Ka qenë një nevojë për shërbime telemedicine, mendon ai gjithë popullata, të gjithë ishin duke kontaktuar mjek në për ato numrat e telefonit që merrnim nga njëri tjetri. Aty vëreva që kishte nevojë për një platformë të mirëfill telemedicine, por kjo do të merrte formë vetëm 4 vite më vonë, pas vizitave të shumta përgjithsisht në vende europiane, në kongrese dhe konferenca, pash që kishte startupe të shumta në fushën e shëndetit digjital dhe mendova pse jo edhe një tillë në Shqipëri, patjetër. Si nisi 2024 në Dr. Luku? Domethënë ishte e vështirë, ofron 100% gamën e shërbimeve siç ishte në 2019 që ti e mendove dhe thele ta sjellim këtë në Shqipëri, është e fokusuar më shumë në B2B, nëse mund ta themi, çfarë trajte ka marrë Dr. Luki në këto një vit e pak, 2 vite? Në fakt do ta quaj një trajt multidimensionale, nëse mund ta them kështu. Ajo që ndodhi në fillim të 2024, si që shkëputja nga profesioni im, mendova që ishte momenti që unë të krijoja diçka time, dhe një nga shtyllat kryesore ishte pikërisht ofrimi i konsulencës për kompani të ngjashme në fushën e shëndetësisë, ndërsa për sa i përket shërbimit të ofrimeve të telemedicine, në fakt nuk ishte aq e thjeshtë sa që kishim menduar në fillim, duke qenë që ka një mungesë për sa i përket anës ligjore, por akoma nuk telemedicina nuk është rregulluar me ligj 100%. Shpresojmë që kjo do të jetë një nga prioritetet për sa i përket strategjisë shëndetit digjital në vijim. Por pjesa B2C është ofrimi i telemedicinë tek pacientët, ndërsa pra është një model mix biznesi. Pjesa B2B i takon pikërisht konsulencës që ofrojmë për kompani në shëndetin digjital, por jo vetëm, dhe kompani që operojnë në healthcare në përgjithësi. Dhe kompanitë janë vendosur në Shqipëri apo pa border këtu? Jo vetëm, teknologjia bën të mundur në fakt që ti mund të ofrosh shërbimet e tua për Amerikën, pra për një kontinent tjetër, për vende europiane, pra jeni përhapur kudo. Në momentin që kemi klientë që janë të interesuar në shërbimet që na ofrojmë. Kur ti ke pak më përpara që është e vështirë të bësh një biznes në telemedicsi, ka ndonjë klauzulë specifike që pengon këto, apo kjo lidhet më shumë me atë çastin që ka masa ose ka klienti ose ka pacienti? Trajtoje vëri epitetin si mendon ti që është e rregullta në lidhje me telemedicsin. Në fakt ka diçka që duhet thënë, mendoj që është shumë e rëndësishme. Në Shqipëri ka një mungesë besimi nga pacientët tek bluzat e bardha, dhe kjo sjell që patjetër të jenë mos kenë besim edhe tek telemedicsia, duke qenë që telemedicsia është një konsult virtuale me mjekun, e thënë shkurtimisht, ndërsa për sa i përket pjesës ligjore, problemi që ndron gjithmonë me dhënat e pacientit. Pra ne mund të krijojmë platforma, aplikacione apo website, por problemi që qëndron në thelb është çfarë do ndodh në dhënat e këtij pacienti. Dhe kjo është ajo që mua më shqetëson. Të paktën nga eksperjenca ime shumëvjeçare me kompani që operojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje bie një efekt shumë i veçantë mbrojtjes dhe sigurisë së informacionit shëndetësor, duke qenë që është një informacion shumë konfidencial, shumë delikat dhe shumë i ndryshëm nga çfarëdo lloj informacioni tjetër që ne kemi. Po, me mbrojtjen e dhënave të pacientit në Shqipëri, ka një klauzulë që të mbron apo është në ndërqeqjen të themi të supermarketit i cili gëzon notojnë atë database për të qenë i kujdesshëm me çfarëdo lloj follow-up që mund të ndodhi me Patjetër që ka, është një ligj që funksionon në fakt në gjithë Europën, por problemi është ligji është i përgjithshëm për mbrojtjen e dhënave të konsumatorit. Pra ne nuk kemi një ligj specifik në lidhje me informacionin shëndetësor. Prandaj mora arrit në si shembull për shkak të eksperiencës personale. Mendoj që do jetë diçka si vend kandidat në Bashkimin Evropian, do jetë diçka që do të ndodhi shumë shpejt dhe
Paktën për personat që janë sipërmarrës ose operojnë në fushën e shëndetit digital, do të jetë diçka që mezi e presim, besoj. Për sa i përket telemjekësisë, në qastin me klienti kundër, teknologjia po ecën kaq shumë se po tani forma alternative dhe ajo që më vjen mua në mendje është ChatGPT-ja. Domethënë jam shumë e sigurt se cili të paktën një herë ta pyetur chatin për një simptom apo për një ndjesi që ka pasur. Është ky konkurrenti juaj apo domethënë është le të themi modeli që duam të ndjekim me të ardhmen për t'ju ofruar atit asistentit më të mirë të mundshëm në mjekësi. Në fakt, unë kam shumë entuziaste në momentin që marrë vesh që ChatGPT Help do të lancojë. Mendoj që është një ndihmë shumë e madhe për popullatën që të kenë një platformë të tillë. Si sipërmarrëse, patjetër që i shoh si klient, por si specialiste e shëndetit publik, si epidemiologe, patjetër që në fund ditës ata mbeten pacient. Problemi, polemika i qëndron për sa i përket informacionit shëndetësor. Pra, AI trajnohet vazhdimisht me informacione, por ti nuk mund të marrësh një vendim mjekësor bazuar tek inteligjenca artificiale, patën tani, mendoj që ndoshta në 10 vitet e fundit kjo do të jetë e mundur. Për sa i përket kirurgjive, inteligjenca artificiale po ndihmon tej mase në kirurgji që janë shumë specifike dhe shumë të vështira, por për sa i përket diagnozave të përgjithësuara, mendoj që është një mjet shumë i mirë për mjekët për të përdorur, për pacientin, pra për konsumatorin, dhe është një ndihmë shumë e madhe edhe për sipërmarrësit, sepse ti jep të vizionin që të inkorporosh një asistent virtual në platformën tënde, që mund t'i përgjigjet atyre pyetjeve të thjeshta që njerëzit kanë. Dr. Luka aktualisht është në fazë që është duke e ofruar të si shërbim asistencën online për klientin fundor apo është në fazë prototype? Është një projekt pilot, në fakt po presim disa detajet të fundit për të lançuar, duke ditur që kjo fushë është pak më komplekse se fushat të tjera të biznesit dhe nevojitet një korrektësi, duke qenë që konsumatori në fakt ose siç kam dëshirë të quajmë pacienti, ka nevojë për informacion të mirëfill shëndetësor dhe përveç telemjekësisë, që patjetër është shumë e rëndësishme, një gjë tjetër që ne ofrojmë është edhe edukimi. Edukimi shëndetësor edhe marrja e një informacioni shëndetësor që është i bazuar në research. Ti thua shpesh që inovacioni nuk është vetëm teknologji, por është edhe empati. Si përkthehet kjo në shërbimin apo produktin që ofrojmë? Pak nga puna ime kam kuptuar që empatia ndonjëherë është më e rëndësishme se protokollet. Protokollet ndryshojnë, drejtuesit ndryshojnë, ndonjëherë edhe strategjia ndryshon. Por kur ti ke një profesion që lidhet ngushtë me jetët e njerëzve, mendoj që nëse nuk ke empati, po punon industrinë e gabuar. Si lidhen politikat publike me inovacionin në shëndetësi, të paktën eksperiencën që ti ke ato jesh me tregun shqiptar apo edhe me ato të Përteu Xhani? Nuk mendoj që mund të kemi inovacion ka fasur politika mbështetëse. Këtë e kemi parë vitet e fundit, mendoj me ekosistemin e startupeve në Shqipëri, por edhe në botë. Një pasion tjetër imi janë politikat shëndetësore, kështu që gjithkohës përpiqem që të shikoj cilat janë trendet në botë, çfarë po ndryshon, dhe do të jenë pikërisht këto politika, për sa i përket shëndetit digital, ato që do të na ndihmojnë që këto zgjidhje që na ofrojnë si sipërmarrës të jenë jo vetëm inovative, por edhe të qëndrueshme. Ti je vlerësuar nga AIT Health edhe si themeluese, 100 themeluese të emër në Health Tech. Që do të thotë ky vlerësim për ty edhe nëse mund ta elaborosh pak më shumë si ishte i gjithë procesi aplikimi deri në shpalljen e fituese? Në fakt ka qenë shumë eksperiencë e bukur. Ka qenë një njohje mbi 100 gra që janë gra themeluese jo vetëm në Health Tech, por edhe në Med Tech, që është diçka pak më e ndryshme. Ka qenë një shkëmbim eksperiencësh dhe përveç çmimit që patjetër është diçka që më gëzon si profesioniste, mendoj është një konfirmim dhe ti kupton që puna jote ka impakt, dhe kjo është shumë e rëndësishme për një sipërmarrës. Një gjë tjetër që do të shtohesh, që në fakt nuk e kam thënë diku tjetër, është që po punojmë për një platformë së bashku me disa bashkëpunëtore. Do të jetë një platformë për gratë në inovacion shëndetësor, Women in Health Innovation, dhe kjo do të lançohet besoj në gjysmën e dytë të vitit. Dhe çfarë do të bëjmë anë kësaj platforme është që programe si ky i AIT Health do të jenë të aksesueshme për sipërmarrësit jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkan, se ka një mungesë informacioni ku vjen puna te digital health. Dhe fokusi i mbështetjes do të jetë capacity building apo forma të tjera? Fokusi kryesor do të jetë aplikimi për grante, aplikimi për programe inkubimi, akselerator, konferenca të ndryshme, trajnime nga gra që janë themeluese të startupeve të ngjashme. Mendojmë që jemi në rrugën e dur dhe do ta lansojmë së shpejti. Do të jetë një komunitet, mendoj, më shumë se një platformë, një komunitet vajzash dhe grash sipërmarrëse gjithmonë në Health Tech. A është tash i lartë numri i vajzave dhe grave në Health Tech në Western Balkan?
për të krijuar një komunitet me numra? Mendoj jo vetëm që është i madh, por mendoj që ka dhe shumë njerëz, gra, profesionistë do të thoja që aspiron jenë sipërmarrëse dhe ndoshta kjo mund të jetë një shtys për to, një inspirim. Ti e njeh pak botën e startupeve. Në health apo kryesisht në shëndetësi, kush janë gabimet më të shpeshta që bëjnë të rinj që i futen të botës së startupeve dhe pa e njohur shumë mirë atë se çfarë i pret pas krijimit të prototipit? Mendoj që kjo vlen jo vetëm për ne që merremi në shëndet digital, por mendoj që vlen për startupet në përgjithësi, krijimi i një zgjidhje pa pasur në fakt nevojën që njerëzit kanë në mendje. Kur vjen puna ke shëndetësia, kjo është shumë komplekse. Pra kur ti mendon për telemedicinë, duhet vërtet të pyesësh dhe të shikosh kjo popullat, Shqipëria, ky vend ose ky rajon Ballkani, a ka vërtet nevojë për telemedicë? Dhe vetëm në këtë mënyrë mendoj që zgjidhja që ti ofron do të jetë diçka që njerëzit duan ta kenë. Edhe këto vite eksperiencë që ke ti me startupet, ka ndonjë pika moment caktor që ti arrin të kuptosh që kjo është një ide nice to have apo kjo është një ide që ka një solution, pra plotson një nevojë tregu? Kur vjen puna ke shëndetësia, u të rikthem asaj që përmenda, impaktit. Nëse ti impakton jetën e një personi, për ty është enough. Ti e shikon telemedicinë, kjo është një trend apo është një nevojë tregu? Fillim mbakën tu për tregun e Shqipërisë. Mendoj që telemedicina është ardhmë. Është shumë se sa një hype apo një trend i momentit dhe mendoj që Shqipëria është ganti për telemedicinë. Dhe mendon që ka nevojë për tu edukuar klienti, pacienti apo nevoja është aq e madhe sa që çfarëdo lloj shërbimi apo produkti ti ofrosh do e përtipi shumë shpejt? Kjo është një ndërfurje shumë interesante asaj që quhet shëndeti publik digital, që bën pikërisht edukimin e pacientit përpara se ta përdorë një platformë të tillë. Duke marrë parasysh që këta pacientë ose këta konsumatorë të platformës mund të jenë dhe individë të moshës tretë ose njerëz që nuk janë shumë tech savvy, që nuk dinë ta përdorin teknologjinë as mirë sa gjenerata Z. Që patjetër që duhet një edukim qoftë nga pjesa mjekësore por edhe nga pjesa teknologjike. Dhe kur thua edukim ti ke përçmëritë tua, domethënë si një vajzë e cila shumë shpejt do japi dhe atë produktin final në telemedicinë. Kur thua një rritje kapacitetit moshës së tretë apo kujdo që do e përdori, pritshmëritë tua është kjo të ndodhi në një dorë e padukshme Adam Smithit apo ti shikon veten tënde duke kontribuar në këtë proces për të rritur digital skills në këtë fushë specifike? Mendoj që kjo është një nga arsyet sepse unë punoj në këtë industri. E shoh më shumë si një mision, jo thjesht si biznes. Dhe mendoj që nëse nuk e ke këtë ndjesinë, këtë empatim për cilën folëm pak më parë, është shumë e vështirë që të qëndrosh edhe të vazhdosh dhe të punosh në tjetër industri, duke qenë që do duhet kohë derisa shqiptarët ne si vend të jemi duke i kërkuar të shërbime digjitale mjekësore. Për momentin shumica preferojnë të qëndrojnë mjekësisë tradicionale. Pra duket sikur është më shumë brez i ri, pra kjo gjenerata Z që përmendëm, që ka më shumë dëshirën për digitalizim, por nuk do ketë njësoj mendoj në dekadën që vjen. Ka ndonjë trend që të bën re aty jashtë të kohëve të fundit në lidhje me përdorimin e aplikacioneve të ndryshme për të kuruar apo për të ulur atë impakti që mund të ketë pasur teknologjia në shëndetin mendor, se duket sikur teknologjia në një rëzidhja, po ndonjëherë duket sikur edhe është pasojë apo ti ndan një qëndrim ndryshe në lidhje me këtë marrëdhënien e ndërsjellta apo të njëanshme midis shëndetit mendor, fizike dhe teknologjisë. Në fakt ajo që kam vënë re nga bisedat të ndryshme me njerëz është që ChatGPT-ja për shembull, një chatbot, nuk ka shërbyer vetëm si një mik virtual, por në fakt ka shërbyer si një terapist për shumë njerëz. Në periudha që nuk ndihen mirë, që kanë nevojë të shprehen me dikë, përveç pyetjeve që lidhen me mjekësinë që njerëzit kanë, mendoj që shumë njerëz po e përdorin inteligjencën artificiale dhe për të pasur një bisedë. Pra, është pak e frikshme ndonjëherë kur e mendon se si AI në fakt po zvendçon një pjesë të kapaciteteve tona. Përsa i përket shëndetit mendor, mendoj që për disa njerëz kjo mund të jetë një avantazh. Për njerëz që jetojnë në zona rurale, që nuk kanë akses, ndoshta nuk kanë dhe një komunitet afër tyre, për ta kjo mund të jetë një ndihmë shumë e madhe, ndërsa për pjesën tjetër mendoj që na bën më shumë self-centered dhe na largon nga ajo ndjesia e komunitetit. Të mendosh që në 2013 në Moskatoj vinë filmat e parë që ndërthurte filmi Her, asaj, që ndërthurte domethënë vetmini një personi me sjelljen te teknologjia, pastaj aty e kupton që nis një problem tjetër që ti e centralizon pushtetin kundrejt një personi i cili ndërkohë
se unë është shumë e vështirë për të ndarë le të themi asistentin virtual me shumë të tjerë. Ndaj edhe doja t'i kthesha së pyetjes që është kjo marrëdhënie e dyanshme, pra teknologjia ndihmon shëndetin nga ana tjetër, vërsia shumë e madhe ndaj saj mund të kthehet edhe një problem. Sidomos për gjeneratën e re që ndoshta nuk është mësuar me një realitet tjetër, është mësuar me këtë realiteti, me prezentën e teknologjisë dhe jo me të dalin aty jashtë. Nuk e di se çfarë qasje ke pasur ti për veten tënde në të 18 vjetet të tua, nëse e ke dizenjuar siç ti je aktualisht një vajzë në botën e mjekësisë, në botën e sipërmarrjes, e cila e do shumë edukimin, mundohet të marrë maksimumin nga çdo oportunitet që i ofrohet aty jashtë. Po unë doja të pyesja se nëse do kishe sinin përballë 18 vjeç, mesazhi jot ndaj sinit 18 vjeç, cili do ishte duke parë këtë rrugtim që ti ke bërë tani më? Në fakt, një nga gjërat që më ka inspiruar për punuar në këtë industri apo në shëndetin digital ishte një sëmundje e cila më ka shoqëruar që nga fëmijëria e hershme deri vonë në adoleshencë. Dhe për shkak të kësaj sëmundje, unë kam parë sistemin shëndetësor si pacient, pra kam parë nga afër sfidat dhe çdo gjë që vjen bashkë me të. Dhe duke parë këto gjëra nga afër, mendoja se çfarë mund të ishin disa politika që mund ta bënin sistemin të funksionojë më mirë. Pra kur ti e sheh këtë sistem nga afër, është më lehtë për ty të qasesh pacientëve dhe të kuptosh ato nevojat reale që kanë. Kur mendoj për veten time 18 vjeç, mendoj që kam shumë ëndra tani, shumë vetbesim edhe konfidencë, dhe patjetër që rrugtimi bëhet më i qartë. Dhe kjo vjen jo vetëm si pasojë e formimit tim, po mendoj që vjen nga mentorimi edhe nga gjithë kontributi që njerëz të ndryshëm kanë rënë në karrierën time. Ke pasur ti mentor në të rrugë, një specifik që të ka shoqëruar që nga e dua të para? Kam pasur shumë mentor. Nuk mendoj që nuk mund të kesh asnjëherë një mentor. Ke nevojë për një mentor personal, ke nevojë për një mentor që lidhet me karrierën tënde, shpeshherë një mentor akademik për sa i përket pjesës së përkinit shkencor, që është një tjetër pasion i imi, një mentor shpirtëror për ato gjërat e brendshme që ne kemi, dhe mendoj që kam qenë gjithmonë rrethuar nga gra dhe vajza që kanë dhënë shumë nga jeta, nga karriera, nga rrugtimi i tyre, dhe edhe një firje në fakt për gjithë sipërmarrësit, është një rrugë që shoqërohet shpesh me vetmi. Dhe mentorimi mendoj që është një nga kurat më të mira në të mëdha ime kështu. Shumë e vërtet. Unë të falenderoj shumë për bisedën sot, domethënë eci shumë shpejt edhe mësova shumë i figurën tënde, dhe pse për mua deri tani ke qenë një vajzë e re në fushën e mjekësisë, nominuar në Fortin me ndërfortin, po sot si ndabe shumë me këdo që do i ndjeki këtë podcast, dhe të uroj shumë suksese. Faleminderit për hapësirën, ju saknesin. E gjitha e imja. Faleminderit dhe ju mishën në ndoshët, bashkë do shihemi të mërkurën e ardhshme në orën 20. Do Ngerina, natë mirë.